Menaxheri dhe familja e gjestit ju bën thirrje të gjithë fansave, do ju ndihmojmë ne, vetëm ka rëndësi dëshira juaj për ta pritur gjestin jashtë. Ja çfarë po organizojnë. Gjesti është një ndër banorët më të zhurmshëm e më me famë në këtë fund të Big Brother VIP edicioni 4. Duket se finalja e madhe 19 pritet po vjen dhe ai është dukshëm në çdo sondazh i shkëputur nga të tjerët. Madje në sondazhin më të fundit ku morën pjesë 2300 persona, Gjesti mori 69% të gjithë votave, më shumë se 3 finalistët e tjerë bashkë. Duket se fitoria është e siguruar, teksa menaxherët dhe familja e Gjestit që i menaxhojnë Instagramin kanë bërë thirrje për fansat e tyre. Por për çfarë bëhet fjalë? Në një mesazh të shpërndar nga Instagrami i shkruhet: thirrje për të gjithë fansat e Gjestit, finalja e madhe e Big Brother VIP Albania po afron dhe ne duam që ju të jeni pjesë e saj live. Si menaxhment i Gjestit jemi jashtëzakonisht mirënjohës për të gjithë mbështetjen që i keni dhënë. E ka ardhur momenti që ta fitojmë së bashku dhe duhet të sigurohemi që çdo fans i vërtet ta përjetojë këtë moment nga afër. Nëse dëshiron të jesh me ne në finale dhe të mbështesim Gjestin nga tribuna, ne do kujdesemi për gjithçka. Biletat dhe transportin i mbulojmë ne. Ta mbushim sallën me energji, dashni dhe zëre që kanë qenë pranë Gjestit që nga dita e parë. Të krijojmë kujtime, të bëjmë zhurmë dhe mbi të gjitha të çojmë kurore në shtëpi. Është shpërndar nga faqja e Gjestit, teksa kanë vendosur edhe ditën, nisjen, oraret, si dhe të gjithë organizimin i cili duket se është më serioz se kurrë. Fansat e Gjestit kanë qenë tepër mirënjohës nga kjo gjë, teksa bëhet me fjalë se qindra fansa të Gjestit do të udhtojnë natën e finales në Tiranë. Edhe stresi nga ana tjetër u ka bërë thirrje të gjithë fansave të Gjestit që të vinë në lagjen e tij e ta shijojnë të gjithë fitoren, madje më pas të shkojnë edhe në Kashare të morin Gjestin. Duket se entuziazmi ka mbuluar të gjithë.